Policia ka goditur një rrjet të trafikimit të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë. Pas një hetimi 5 mujor me metoda proaktive, Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Puzzle, në bashkëpunim me prokurorinë dhe forcën operacionale. Policia shtrim tok! Gjatë operacionit janë sekuestruar 14 armë zjarri, përfshirë 12 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator dhe 2 armë automatike, si dhe municion luftarak, 2077 fara kanabisi, 3 automjete dhe 8 celular. Janë arrestuar gjithsej 10 shtetas, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në pranga kanë rënë Emirel Tusha, 32 vjeç, Leandro Haxhia, 21 vjeç, Fabricio Berberi, 26 vjeç, Ricardo Hajdara, 21 vjeç, Visar Murati, 23 vjeç, Kevin Farruku, 18 vjeç, Geraldo Muraj, 22 vjeç, Adriano Shehu, 23 vjeç, Altin Pajazidi dhe Kadri Prushi të ndaluar më datë 1 prill. Ndërsa të shpallur në kërkim janë Ron Kodra, 41 vjeç, Arben Nikolli, 24 vjeç. Hetimet tregojnë se grupi kriminal siguronte armët kryesisht në Kosovë, të cilat më pas futeshin në Shqipëri përmes veturave të vogla, në rrugë dytësore, në sasi të vogla për të shmangur kontrollin. Armët më pas përdoreshin për trafikim dhe shitje në qytete si Tirana, Shkodra, Laçi dhe Burreli. U zbulua edhe një nga bazat operative të grupit. Çmimet për një pistolet varionin nga 1500 deri në 2500 euro dhe përfshinin edhe armë të tipit Glock dhe armë automatike. Ndërkohë, gjatë kontrollit të banesës së të arrestuarit Kevin Farruku, policia ka gjetur dhe sekuestruar 2077 fara kanabisi. Policia e Tiranës në bashkëpunim me autoritetet kosovare vijon hetimet për të dokumentuar tërësisht këtë aktivitet kriminal dhe përkapjen e personave të mbetur në kërkim.